Artistja e njohur Ermira Babaliu rikthye me një koncert në Pogradec në mes të sezonit turistik. Pas çdo interpretimi plot emocion, ajo mori duar trokitjet e publikut pogradecar dhe të turistëve që këto ditë të nxehta po i kalojnë në qytetin Buzliqenit. Pas shfaqjes ajo nuk i fsheu emocionet, duke theksuar se artisti jeton pikërisht për momente të tilla. Të këndosh në Pogradec është që bashkë me zërin tënd të vinë dhe tingujt e gjolit tonë që janë aty afër. Të marrësh frymën e kësaj bukurie të rënjve dhe të ngopesh me përqafimet pafund të spektatorit që më ka munguar shumë. Me një karrierë të shtrirë në dekada, ajo tha se tashmë misioni i saj artistik është mbështetja e artistëve të rinj. E kam mision me të drejtën. Janë eksperiencat e mia më të bukura dhe shtysa ime më e madhe në karrierën time. Koncerti i Ermira Babaliut në Pogradec ishte një ndërthurje mes serenatave, muzikës rock dhe asaj popullore, duke krijuar një atmosferë të veçantë për të pranishmit.